Shoqata e ndërtuesve dënon me forcë abuzimet dhe informalitetin në sektorin e ndërtimit. Rasti tragjik i aksidentit ku humbën jetën 4 të rinj si pasojë e përplasjes me betonierën është dëshmi e mosrespektimit të standardeve në punë. Standarde të cilat prodhojnë më pas tragjedi dhe cënojnë imazhin e sektorit. Në një reagim për shtyp, ndërtuesit apelojnë ndaj strukturave shtetërore që të monitorojnë tregun dhe të marrin masë ndaj abuzuesve që rrezikojnë dhe jetën e qytetarëve. Sipas kompanive, punësimi i paligjshëm, mungesa e kualifikimeve të nevojshme, neglizhenca në logjistik dhe shkeljet e rregullave të sigurisë duhet të marrin fund. Shoqata thotë se aksidenti tragjik nuk është një rastësi, por pasojë drejt për drejt e papërgjegjshmërisë dhe mungesës së kontrollit të duhur. Sipas ndërtuesve, ofrimi i sigurisë dhe ligjshmëria në punë nuk është opsion, por detyrim për të gjithë. Nga aksidenti tragjik rezultoi se drejtuesi betonieres punonte në informalitet, drejtonte mjetin pa leje, ndërkohë që nuk ka respektuar as elementet e sigurisë rrugore.